Qeveria federale ka njoftuar ulje të targeteve të emigracionit për vitin 2026, me fokus në pranim të punëtorëve të kualifikuar, të diplomuar me përvojë dhe folës të frëngjishtes. Kritikët thonë se kjo ulje nuk është e mjaftueshme, duke argumentuar se duhet të ketë masa më të rrepta për kontrollin e kufive dhe për punimin e vizave. Dokumentet e qeverisë tregojnë se rreth 4.9 milion dokumente emigracioni, përfshirë vizat e turistëve, punëtorëve dhe të qëndrueshme, kanë skaduar ose do të skadojnë gjatë fundit të vitit 2025, duke krijuar sfida operative për zyrat e emigracionit dhe debat mbi numrin e personave që mund të qëndrojnë pa status të qartë ligjor. Kanadaja rifillon përpunimin e kërkesave LMI-a për punë me pagë të ulët. Qeveria kanadeze ka njoftuar se nga data 9 janar 2026, po rifillon përpunimin e aplikimeve për Labor Market Impact Assessment, LMI-a, në sektorin e punëve me pagë të ulët në 8 qytete kyçe. Kjo përfshin Vancouver, Winnipeg, Kingston, Halifax, Moncton, St. John, Fredericton dhe Montreal. Kjo nisëm vjen pasi normat e papunësisë në këto qendra ranë nën pragun 6%, çka i mundëson punëdhënësve të aplikojnë sërish për leje punësimi të punëtorëve të huaj në pozita me pagë të ulët. Në thelb, kjo lehtëson punësimin e huaj në rritje për sektor ku mungojnë fuqi punëtore. Tesla ka lançuar një version të ri Standard Model Y Long Range në Evropë dhe një version jo Long Range në Kanada, duke sjellë në këto tregje një tjetër variant më të përballueshëm të savit të saj elektrik më të shitur. Lançimi i njëkohshëm në 2 tregje të ndara nga një oqean lidhet me faktin se automjetet Model Y që shiten në Kanada prodhohen dhe vijnë nga Evropa. 5 ditë pas ngjarjes tragjike të së martës ku humbi jetën gjatë përmbytjeve në Durrës, familjarët e Astrid Hysenait, 54 vjeç, kundërshtojnë pretendimet e Bashkisë së Durrësit se viktima kishte lënë punën herët për shkak të motit të keq dhe po kthehej në banesë në momentin kur u mor nga rrjedha dhe përfundoi në kanal. Sot kemi hyrë në ditën e 6 të prurjeve të lumit Vjost, i cili mbrëmjen e djeshme ka nisur të tërhiqet si pasojë e rënies së rreshjeve të shiut. Gjatë ditës së sotme, niveli i Vjosës ka zbritur në rreth 5.5 metra mbi nivelin e detit dhe lumi është rikthyer në shtratin e tij, duke mos përbërë më rrezik për zonën. Megjithatë, pasojat e përmbytjeve janë ende evidente në disa banesa. Në njësinë administrative në Vosel janë prekur rreth 13 banesa, ndërsa në fshatin Bishan janë raportuar rreth 15 banesa, të cilat kanë pasur prezencë uji në oborre dhe në disa të tjera ka hyrë uji brenda shtëpive. Aktualisht, banorët janë duke pastruar baltën dhe mbetjet që lumi Vjos ka lënë në oborret dhe ambientet e brendshme të shtëpive të tyre. Shqetësimi kryesor i banorëve lidhet me dëmet në bujqësi dhe blegtori, pasi prurjet e lumit kanë marrë me vete ushqimin e bagëtive, barin, misrin dhe rezerva të tjera jetike. Mes përshkallëzimit të ndjeshëm të protestave në Iran, autoritetet e Republikës Islamike kanë lëshuar paralajmërime të ashpra për demonstruesit. Ndërkohë, një mjek dhe një ndihmës mjek në 2 spitale të ndryshme i thanë BBC-s se institucionet e tyre ishin të mbingarkuara me të plagosur. Njëri prej tyre pohoi se reparti oftalmologjisë në spitalin ku punon në Teheran kishte kaluar në gjendje krize. BBC-a siguroi gjithashtu një mesazh nga një ndihmës mjek në një spital tjetër, i cili ankohej se nuk ishte mjaftueshëm kirurg për të përballuar fluksin e pacientëve. Të premten, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Irani është në telashe të mëdha dhe paralajmëroi më mirë të mos filloni të qelloni, sepse pastaj ne do të fillojmë të qellojmë gjithashtu, duke u referuar kështu goditjes së protestuesve. Irani në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit të OKB-s fajsoi SBA-n për shndërimin e protestave në ato që i quajti akte të dhunshme dhe vandalizëm të përhapur, që nga fillimi i protestave, të paktën 51 demonstrues, përfshirë 9 të mitur janë vrarë, sipas shifrave të fundit nga organizata Iran Human Rights, me seli në Norvegji. Autoritetet dhe mediat iraniane deri më tani kanë raportuar 21 vdekje, përfshirë anëtar të forcave të sigurisë. Për shkak të ndërprerjes së internetit në mbar vendi në Iran, vetëm disa regjistrime arritën të shpërndaheshin. Popullsia është shkëputur nga pjesa tjetër e botës për më shumë se 24 orë.
Shumë pamje të siguruara deri më tani megjithatë tregojnë zjarre dhe skena kaotike në rrugë, ndërsa disa prej tupuesve thrasin vdekje diktatorit. Protestat nisën për shkak të devalvimit të monedhës, por ndërkohë intensiteti i tyre dhe thirrjet e demonstruesve dysmojnë se kërkohet ndryshimi i regjimit. Momenti i vdekjes së Renee Nicole Good, grua e vrarë në Minneapolis nga një patrullë e policisë kundër imigracionit, ICE, është dokumentuar nga disa video të xhiruara si nga agent federal ashtu dhe nga dëshmitar okular. Pamjet të qarta dhe të rënda janë filmuar nga kënde të ndryshme dhe gjithmonë më shumë, duket se i kundërvijan variante zyrtar të administratës Trump, sipas të cilit 37 vjeçaria kishte tentuar ta shtypte efektivin me makinë. Videot në fakt tregojnë makinën me Renee Good në timon të ndaluar në mes të rrugës, teksa një kamionçe ngri pa shenja identifikuese, por me siren dhe drita blu ndalon pranë saj. Nga mjeti zbresin 3 agent armatosur, njëri pozicionohet përpara makinës, një tjetër qëndron disa hapa pas, ndërsa një tret tenton të hap me forcë derën e shoferës, duke i kërkuar as të zbres. Mes protestave të kalimtarëve, drejtuesja e mjetit përpiqet të largohet, duke u tërhequr mbrapsht dhe më pas duke kthyer rrotat djathtas. Gjatë kësaj manovre, agenti përpara makinës hap zjarr nga afër dhe qëllon fillimisht xhamin e përparm e më pas godet edhe 2 herë të tjera. Makina vazhdon lëvizjen për inerci dhe përplaset me disa automjete të parkuara. Një video e publikuar më vonë, e cila duket se është regjistruar nga kamera trupore e agentit të ICE, tregon momentin kur ai afrohet automjetit dhe dëgjohet gruaja duke thënë se nuk është e zemruar dhe nuk ka asgjë me të. Pamjet nuk shfaqin drejt për drejt momentin e të shtënave, por regjistrojnë zhurmën e tyre dhe përplasjen fatale të mjetit. Pas publikimit të videove në disa qytete të Shtetit Bashkuara kanë shpërthyer protesta dhe marshime në kujtim të Renee Good, me thirrjet për drejtësi dhe llogaridhënie për agjentët e përfshirë. Demonstruesit kanë dënuar politikat e ashpra të emigracionit, duke ai konsideruar këtë rast si një tjetër simbol të abuzimit me pushtetin. Donald Trump doli me deklaratën se SBA-ja duhet ta zotrojë Groenlandën në mënyrë që të parandalojë marrjen e ishullit më të madh të botës nga Rusia dhe Kina. Vendet nuk mund të bëjnë marrëveshje 9 vjeçare apo dhe 100 vjeçare. Vendet duhet të kenë pronësi dhe ti mbron pronësinë, nuk mbron qiran, dhe ne duhet të mbrojmë Groenlandën. Këtë ne do ta bëjmë në mënyrën e lehtë ose në mënyrën e vështirë, shtoi ai. Shtëpia e Bardhë pohoi së fundi se administrata amerikane po shqyrton blerjen e këtij territori gjysmë autonom të Danimarkës, një vend aleat i NATO-s ky, por nuk përjashtoi dhe mundësinë e aneksimit me forcë. Vetë Groenlanda sa kaq, por edhe Danimarka insistojnë se ishulli nuk është në shitje. Kryeministre daneze Mette Frederiksen deklaroi më herët se ndërhyrja ushtarake atje do të shënonte fundin e aleancës së mbrojtjes transatlantike. Trumpi e pati një koment edhe për këtë. There is some point in Groenlanda është jetike për sigurinë kombëtare të SBA-s. Ajo është mbushur kudo me anije ruse dhe kineze. Unë e dua popullin e Kinës, e dua popullin e Rusisë, por nuk dua të kem fqinj në Groenland. Kjo nuk ka për të ndodhur, dhe këtë NATO-ja duhet ta kuptoj. Në një deklaratë të përbashkët të premte në mbrëmje, liderët e partive të Groenlandës përfshirë opozitën përsëritën thirrjet e tyre që mos respektimi nga ana e SBA-s ndaj ishullit të marrë fund. Ne nuk duam të jemi amerikan, nuk duam të jemi danez, duam të jemi groenlandez, u shprehan ata. E ardhmja e Groenlandës duhet të vendoset nga populli i saj, ishte mesazhi i përcjell prej tyre.